Amerikë. Mamushe. Si të kemi e dashur, mirje? O, mirë, shumë e juve, po na jeshoni bre, edhe këtu në Amerikë, po ju knaqem të ju këqyrë, po dokni shumë mirë. Faleminderit Zemruse shumë. shumë mirë po dokni. Faleminderit shumë e dashur mamosh. Më trego Edhe u diçka knaqem. me qenë se ti jeton fakt në Kosovë, po ke shku për vizitë në Amerikë. Ku po mendoj që është jeta më e mirë? Për neve, si të më shume, na normal që kena qefën në Kosovë, po valla Amerika diçka. Shumë mirë. Çka po të pëlqen mas shumë të në Amerikë? Valloj bre krejt bre. Po më pëlqen ka shumë rendi Amerika, ka shumë rend, ka shumë tanat mira që në Amerikë, ka dhe shqiptar, po sigur me konë Kosovë po shkojmë, po dalim në për qytet, po kënaqëm, edhe kështu të shumë mirë, Amerika për neve të më shumë mirë shumë, po për të ri edhe ma mirë. Po, çka ka diçka në Amerikë që po të pëlqen shumë edhe që kishe pas qef me qenë në Kosovë? Kam qef me konë ligje. Vetëm, okej, ligje, mirë. Po diçka tjetër, diçka që po përballesh çdo ditë me të. Valloj, tanat mira. Ndo një ushqim, ndo një kafeteri. Po, ushqimet, jo qatë se si kam fërtë në qef. Po dalim, po kur po shkojmë bre, zemrushe qatë s'po mi kona ushqimet. Ama shumë shtëpja për restorane po qëndrove shumë, tregom. O, zemrushe, nga qa po tham, kur po shkojnë, po na qënë djali nusja, po kur po vi, aj, brëmbome, po dhatone, po qaj për qefti, po ty s'po të pelqen ushqimi. Ushqimi shumë i mirë, për ata që e pelqen restoranin, po shkojmë, kemi qenë edhe të shtëpia bardh aty kur kemi ardhe, kemi ofër shtëpis bardh. Po? E kemi vizitu edhe shtëpinë e bardh aty, edhe po dalim, edhe po shkojnë edhe pi marrim fëmijë, me tregu diçka për rregullat që ishin në shkollë. Shumë po më pëlqen ato. Kur po shkojnë mi marr. Ti po shkon me i marr nipat edhe mbesat? Me nusën, se djali po është në punë, po shkojna me nusën, me kerë edhe me burin, me bashkëshortin, e tash çka ishte rregulla, që po më pëlqen. Po krejt me kerë shkojnë, edhe gjithkush numrin e kesh ati një numër në kerë, edhe kap 6 vetë, po shkojshin edhe po të pret kaja, aty tap 2 vetë, po ta tregoj ke numrin ku i ki thmin. Edhe kur pash do mi bo një qezim edhe mi javqu. Edhe se na shta zgjata pak, po shumë po me qenë. Jo, heq nuk e zgjate, mirë shumë, faleminderit shumë. Hajde ndo një ide kështu për shkolla. E do me ta të regu një foto do me bo sat kur shkojna mi martë një. Edhe me javë të regu nesër, edhe kur po, me mirë është që kur po afruet keri afer thmive, po pe qirë kerin, aj mëso sa qka është po di, edhe po ti po të mirë, po të jep të keri, po të përshëndet, ditën e mirë, kalofshit mirë. Kjo është një sukses shumë i mirë për thmit. Po. Shumë po më pëlqen. E mirë me qenë edhe këtu. Po, si përfundim, po qëndrojnë ku është jeta më e mirë Kosovë apo Amerikë tash? Alloj, bre në Amerikë shumë e mirë, gjithë po që të në... Po më duket, e dashur ma mushë në Amerika me mbetë. Po më duket s'vo do më këthy më heq. Ja, a di qka thash dhe brushe? Po. Thash, nashta kur të këthejom, mu s'petakoj në Agnese në aeroport. 2 muj kena me nejt. A, nuk e dijet, ndoshta mundet me qenë Agnesa në aeroport, mundet me qenë. Tash mu s'petakoj në Agnesën, oj, zemrushe, ju du shumë. Edhe ne ty shumë e dashur ma mush, falenderoj shumë për telefonatën. Edhe s'po muj mu dëru veç kur s'po ju marrë. Telefono se artë të duash, për këtë arsye është edhe emisioni. Ajde, kalofshit mirë, suksese. Faleminderit.